Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish të bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë pak vëmendje Valbona Mhillit. Valbona Mhilli ditën e djeshme ishte e ftuar në emisionin Mos i bjerë me top, nëse nuk gabojmë se kështu i kanë të gjitha emrat, se luan topi Mos i bjerë me top, gjuaj me top, nga Ronaldo Sharka dhe Riola Doçi, ku Valbona ka befasuar me deklaratat e saj. Valbona dhe Jozi. Valbona nuk e shpjegoi në fakt se çfarë ka Jozin, tani unë e di që Valbona do na shikon dhe ndoshta do qeshet, nuk ishe e drejt me publikun Valbona, nuk e the troç çfarë ke patur, por gjithsesi çado që ta kesh patur, jam shumë i lumtur nëse të dy jeni kënaqur, keni kaluar momente të bukura edhe pse gjatë Big Brotherit dukeshte që keni mbetur në kujtime fantastike pasi që nuk lëshuat dorë ndaj njëri tjetrit. Tash mos na gënjeni në fytyrë që s'keni patur gjë, por keni patur për faktin tani vëllezërit nuk e njohin, jo po vëllezërit e njohin, qëndro në një përgjigje që ke dhënë dhe do t'jesh konkret, por gjithsesi ne nuk të vëmë para gjykimit, se ne nuk jemi gjyqtar, por thjesht kemi dashur të dim se çfarë keni patur të dy, kaq, asnjë gjë tjetër. Gjithsesi e drejta juaj është, po ne e dim. Valbona dje foli për marrëdhënien e saj me Gjestin, e përuroi Gjestin, e quajti mbret. Njëkohësisht foli edhe për Laertin, dashurinë e zemrës së saj brenda shtëpisë së Big Brotherit. Laerti e ka haruar Valbonën, ka ikur në Kosovë, ka qenë te Priveja i ftuar, ka ndryshuar deklarata, do të thonë banorët janë duke bërë namin të gjejnë në tunelin për të futur për të dalë në dritën e tyre dhe këtë gjë mundohen ta bëjnë gati çdo ditë. Mbrëmja e së dielës solli jo vetëm të qeshura dhe batuta, por edhe një moment që ndezi rjetin dhe krijoi një stuhi emocionesh. E ftuar në emisionin e diel në rubrikën Mos i bjerë me top, të udhëhequr nga Ronaldo Sharka dhe Eriola Doçi, ish banorja e Big Brother VIP Albania 4, Valbona Mhilli, shkaktoi një moment të papritur për shumë kënd, që ishte një goditje në stomak. E buzëqeshur edhe me humorin e saj karakteristik, Valbona nisi të komentonte disa prej emrave më të përfolur të sezonit, por askush nuk e priste që gjithçka do të merrte një kthes kaq të fortë. Kur u shfaq fotoja e Gjestit, Valbona nuk kurseu komplimentet. Me një ndjeshmëri të rrallë, ajo e quajti Gjestin King, mbretin e vërtet të sezonit, dhe i dha një puthje fotos së tij, një gjest që të gjithë në studio e shoqëruan me të qeshura e me duar trokitje. Sytë e saj shkëlqenin, ishte më shumë se sa simpati, ishte një deklarate fortë e respektit dhe ndoshta e një afeksioni që ende nuk është shprehur plotësisht, por gjithçka ndryshoi në sekondat që pasuan. Kur Ronaldoja i dërzoi një foto tjetër, kësaj here të Laert Vasilit, ish banorit me të cilin Valbona kishte krijuar një lidhje të ndërlikuar brenda shtëpisë. Reagimi i saj ishte menjëherë i befasueshëm. Mendova se ishte Lulzim Basha, tha ajo. Ktu e teproi shumë, me thënë drejtën, se ku ngjason Laerti me Lulin, unë se kuptoj me çfarë synie ka pa Valbona. Ç'pun ka Basha këtu? Tha ajo, duke shtuar më pas një veprim që ngriti pesh të gjithë studion, grisi foton e Laertit dhe hodhi për tokë pa asnjë hezitim. Do kisha dashur te kjo pjesa të bëni Lulin tak në YouTube e gjithë. Bash dua të marr një mendim nga Luli, si e shikon Luli veten në krahasim me Laertin. Ra një heshtje. Pastaj një val komentesh, buzëqeshje të sikletshme dhe habi në fytyrat e moderatorëve çfarë po ndodh. Nuk e di pse u habit aq shumë Eriola dhe Ronaldoja, normal që Valbona s'do vënde foton e Laertit në zemër, se Laerti ja shkatroi shpirtin, dhe është më se normale që Valbona do griste atë foto, se dhe Laerti nuk do bënte të njëjtën gjë, sepse është i çik më i edukuar në këtë drejtimin, po mendoj që nuk do ta kishte mbështetur Valbonën. Po zakonisht e femrat ndodhin të gjitha këto gjëra që në fund gjasme pas një ndarje grisin ato fotografi, domethënë këto serialet indiane. Ky veprimi në pamje të parë si një reagim spontane me humor u perceptua nga publiku si një deklaratë përfundimtare. Valbona i ka mbyllur të gjitha kapitujt me Laertin. Unë mendoj që Valbona kapitujt i ka patur gjithmonë të mbyllura me Laertin, nuk ka patur kapitull të hapur.
dhe thjesht ato të dy u munduan ta gjejnë veten te njëri tjetri, po hë mundohu në këtë formë, hë mundohu në atë formë, hë kështu, hë ashtu, hë se mos del, hë se mos bëhet ndonjë diçka, domethënë s'doli gjë. Edhe tani ç'a të bëjnë ato, domethënë kanë mbyllur kapitullat dhe është më se normale që nuk do vazhdon asnjë gjë. A ishte kjo një mënyrë për të treguar që mes tyre nuk kam asnjë ndjenjë? Besoj që po, sepse Valbona nuk e ndjen më Laertin dhe nuk përshtaten më mes njëri tjetrit, normalisht që është edhe mosha pak në pyetje, është edhe natyra e gjithçka tjetër. A ishte kjo një mesazh për Laertin apo thjesht një lirim emocional për një situatë të mbetur pezull prej muajsh? Unë e garantoj me zemër, më besoni që Laerti fare nuk ka parë këtë pjesën se nuk është i fokusuar te kjo gjëja. Nga një puthje plot emocion për Gjestin tek një refuzim publik për Laertin, Valbona dha një shfaqje që ngacmoi zemrat e ndjekësve dhe rrjetet sociale. Fansat e Big Brotherit me njëherë shpërthyen në komente. Valbona tha fjalën e fundit dhe aty mbaroi çdo gjë me Laertin. Po a është Gjesti arsyeja që e grisi foton? Në asnjë mënyrë, sepse Valbona dhe Gjesti nuk është se kanë ndonjë ndjesi shpirtërore, emocionale, dashurie. Valbona e mbështeti Gjestin jashtë sepse e pa dhe impaktin që ka Gjesti, dhe kjo është e gjitha. E ndërsa reagimet shtohen, pyetjet vetëm sa fillojnë. A ka ndjenja të pasbardhura mes Valbonës edhe Gjestit? A është kjo mënyra për të treguar se është e lirë për diçka të re, apo e nisi Valbona një kapitull të ri emocional jashtë shtëpisë më të famshme? Kjo këtu është kot, me thënë drejtën, sepse Gjesti dhe Valbona në asnjë mënyrë as nuk kanë patur, as kanë dhe as nuk do të kenë emocione për njëri tjetrin. Në botën e Big Brotherit ndjenjat nuk mbarojnë me finalen, ato zhvillohen, përplasen dhe dalin në dritë kur publiku e pret më pak. Dhe sot një foto e grisur, një buzëqeshje për dikë tjetër, mund të jetë një fillim historie që vetëm sapo ka nisur. Unë mendoj që Valbona është një gocë shumë e mirë, është një vajzë pozitive, e lezetshme, por mënyrën se si Valbona e përzjodhi të tregoj karakterin dhe nuk diti që të mbahet, se shkonte herë tek divani i kuqe, herë tek divani blu, herë me Laertin, herë me Xhibanin, në anën tjetër kishte mendjen te Jozi, në anën tjetër mundoheshte të bëj lideren. Do të thënë nuk është se e kishte studiuar bukur këtë Big Brotherin në detaje dhe ta kupton që ky Big Brotheri edhe të rëmben. Valbona përdori një metodë që ndoshta nuk arriti do ta kupton edhe informacionin nga jashtë kur opinionistët flisnin, po banorët nuk e kuptonin që është shumë e rëndësishme të dëgjojnë fjalët e opinionistëve dhe jo të flasin mbi ta. Dhe Valbona kështu domethënë arriti deri në këtë kapitullin të fundit të historisë së vet, që është as me Laertin, as me Xhibanin, as me Jozin, dhe thjesht tashmë ndoshta do të merr një kontratë në Top Channel që mendoj se e meriton, sepse në aspektin profesional gjithmonë më ka pëlqyer dhe duar trokas për moderimin se si e bën, domethënë vetë puna që ka punuar i ka dhënë eksperiencën fantastike.